sot për të fuqizu pozicionin e vajzave, gruas shoqërinë tonë, e kemi bërë organizimin që kemi quajtur security për shi, edhe një capture the flag që është i hostuar dhe organizuar brenda Universitetit Prishtinës. Ne në të ardhmen presim që përfaqësimi i vajzave dhe i grave në për gjitha institucionet dhe në gjitha partneritetet publike dhe private të jetë ndryshe. Kosova është një vend i vogël, por me ëndra shumë të mëdha, dhe këto ëndra ne do t'i bëjmë realitet me punë, me përkushtim. Prandaj kemi zgjedhur që sot mi shtu vlerë kësaj konference, duke i sjellë disa eksperienca, si aplikohet të gjalli, cilat janë përparësitë dhe çka mund ju të merrni dhe të aplikoni qysh pas kësaj konference. E kemi përzgjedhur një thënie shumë të mirë që mënyra më e mirë për më mësu në cyber security është përmes thirrjes së gjërave në mënyrë të përgjithshme. Tani 4 vitet e fundit kemi pas aktivitete me Universitetin e Ajovës për Cyber Defense Challenge. Me kënaqësi tani ndoj informacionin që nga viti i kaluar, pjesë të Cyber Kosova Team janë studentë të Universitetit Prishtinës, fakultetit tonë. Edhe këtë vit, një pjesë e madhe tyre garojnë për janë në fazë të kualifikimeve për një vend në Kosova Cyber Team. Që këtë vit, për herë të parë, Universiteti i Prishtinës, fakulteti jonë ka platformën e vet Capture the Flag, sikur se kanë edhe universitetet tjera që kemi parë në ajo. Dhe pikërisht sot, për të fuqizu pozicionin e vajzave, gruas shoqërinë tonë, e kemi bërë organizimin që kemi quajtur security për shi, edhe një Capture the Flag që është i hostuar dhe organizuar brenda Universitetit Prishtinës. Kjo ditë është ditë shumë e rëndësishme, jo vetëm për fakultetin tonë, por për tërë shoqërinë, jo vetëm në vendin tonë, por anë e kanë botës. Dhe për këtë arsye, ne si fakultet jemi angazhuar që sot përveç organizimeve të shumta, të vazhdueshme që kemi pas, dhe punën që bëhet nga mësimdhënësit tanë për studentët e fakultetit tonë, për studentët në nivel të universitetit, ne të ofrojmë për ditën ndërkombëtare të vajzave dhe grave, të mundsojmë që të ofrojmë një konferencë, siç e ceko dhe profesori Bjerin, shesh kjo konferencë në Hackathon 2025 në fakultetin tonë. Unë kur kam qenë në vitet 90 student në këtë fakultet, ka qenë një përqindje shumë e vogël e vajzave. Dhe kjo ka ndikuar që sot nuk kemi përfshirje të vajzave në gjitha pozicionet, edhe në industri, në pozitat menaxhuese, edhe në institucionet publike, edhe në vende tjera. Mirë po, për disa statistika që kam shqyqur në vazhdimsi, sot përfshirja e menaxhimit, e leadershipit të vajzave dhe grave globalisht është dikon 40%. Por në fushat e ICT-s, për shkak se herët në fushat e inxhinierisë nuk kanë studiuar shumë, nuk kanë ndjek shkollimin globalisht shumë, është një përqindje shumë më e vogël. Ndërsa ne në të ardhmen presim që përfaqësimi i vajzave dhe i grave në për gjitha institucionet dhe në gjitha partneritetet publike dhe private të jetë ndryshe. Po kemi ardhur në një kohë që lirisht mund të mendojmë mos po ju hym në hak djemve. Do të thotë edhe kur e përgatita fjalimin e mendova mos po ndihem kaq djem. Dhe kjo është një arritje vërtet e madhe, jo pse mund di kaq djem, po është një lloj barazie që është arritur në shoqëri përmes investimit në edukim që nga mosha e hershme e deri sa jeni student. Kosova është një vend i vogël, por me ëndra shumë të mëdha, dhe këto ëndra ne do t'i bëjmë realitet me punë, me përkushtim, dhe puna juaj, e përkushtimi juaj, qofshi djalë apo vajzë, grua apo burr, është do të mbështetet në vazhdimsi nga Universiteti i Prishtinës. Pra, jo vetëm me këtë konferencë, po edhe me aktivitete tjera, rishikim të syllabuseve, që me pas cilësi çdo ditë në çdo ligjërat që organizohet në këtë universitet, që të ketë drejtësi sociale, që të ketë mirëqenie të studentëve, sepse këto janë prioritetet dhe duhet të jenë prioritetet e një universiteti. Ky është eventi 4 që ne si Raiffeisen Tech kemi duke sponsorizuar, për një arsye që këtu ka cilësi, ka bashkëpunim dhe ka një mendësi të hapur për me nda eksperienca të ndryshme. Unë nuk vi nga fusha e teknologjisë, backgroundi im është në sektorin bankar, por sot në 15 minutat e radhës kam zgjedhur me nda me ju metodologjinë Agile,
se cilën e kam punu për 5 vjetë radhazi, dhe përmes kësaj metodologjie unë kam pas rast me bashkëpunu edhe me sektore dhe funksione të ndryshme. Shumë shpesh besoj që e keni ndëgju tashmë fjalën Agile, nuk është diçka risi, madje e shihni shumë shpesh edhe në portalet që ekspozojnë mundësi punësimi, që kërkojnë role të Agile-it. Tani më edhe në Kosovë. Kjo praktikë ka qenë më herët në Evropë, tash është shumë e përhapur edhe në industri. Në Kosovë. Në industrinë bankare, në 5 vitet e fundit kemi punu me metodologjinë Agile. Prandaj kemi zgjedhur që sot mi shtu vlerë kësaj konference, duke i sjellë disa eksperienca, si aplikohet Agile, cilat janë përparësitë dhe çka mund ju të merrni dhe të aplikoni qysh pas kësaj konference. Edhe kemi transformu në një farë forme vlerësimin që e keme në landët e sigurisë. Përkatësisht studentët e vitit të tretë vetë se e përpunojnë 30% të landës, me pjesëmarrjen që e kam pas sot edhe me pikë që i kam pas sot në Capture the Flag. Prezentimin e kemi quajtur YCTF. Kjo për neve është një ndryshim shumë i madh në kuadër të landëve që i bëjmë, sepse zakonisht jemi mësuar që nga industria edhe të akuzohemi për shkak se jemi perfekcionist në teori, po jo edhe aq shumë në praktikë. E çdo vit më tepër, po mundohemi që ta transformojmë mënyrën se si studentët mësojnë e edhe mënyrën se si i dëshmojnë aftësitë e tyre. Një prej hapave që kemi bërë ka qenë vlerësimi përmes Capture the Flag. E kemi përzgjedhur një thënie shumë të mirë që mënyra më e mirë për më mësu në cyber security është përmes thyrjes së gjërave, por në mënyrë të përgjithshme.